Hysén Akani, kur kishte 75, do të tregoj diçka, kur kishte 75 vjetorin, më mor telefon. Edhe ky edhe miri, më tha do vish tha, patjetër ç'do do vi thashun, ke regjizori Depatikut e Oshetim Bregdete, gjithë filmat do të vi patjetër. Edhe ke teatri kombëtar u bë ke salla tjetër. Ajo ke salla eksperimentale që u bë. Atje u bë takimi, edhe më tha më mori pak më vonë, më tha, më fal që po të shqetësoj edhe herë, ç'a thumë thashun. Tha, e merr shpëtim Zane, tha, për Colin. Colin. Se nuk vinte. Pse? Tash e ka ndruar jetë të dy. Ai nuk vinte se thoshte, kur kam qenë në xhirime, më ka rraur, më ka gjujt me kokës. Sekondë, prit, se tani nuk mund t'i kalosh kështu këto, se janë aforizma këto. Do të thënë, te filmi Debatiku, kur xhiroi filmi Debatiku, regjizori Hysén Akani, ka rraur, nuk e shiko. E ka qelluar. Ai thoshte nesër në orën që luan dhe Coli, nesër në Shpëtim Zani, Shpëtim Zani. Nesër do të jemi ke sheshi xhirimit filanor. Po. Hajde me nënën ose me babën. Po. Prit shpëtimi s'ka, prit shpëtimi, pyesnin shkonin ka shkolla, shpëtimi tha që të viun tha do të shkopusin nga shkolla. 3 muaj morën lekë nga shkolla. Po. Çfarë donte shpëtimi? Dhe ky shkonte ke katarakti duke u lar atje. Dhe nuk vjen për xhirim. Jo. Gazi i kinostudios shkonte kërkonte shpëtime dhe e gjeshin atje, ku e çoshin atje në orën 12:01. Po ku je emër burr? Po ku je emër djalë? Dhe rrinte. Po i gjute me çoka. Po nuk e rrifte shumë se këshallë që ikte nga lente filmi. Do e rrinte sa të rrinte. Ashtu. E rrinte. Edhe aty ti sa të rrinte. I kishte ngel mendja. I ngeli mendja edhe për gjë tjetër. Po. Më tha mua tha më ka thënë mua disa herë, pse s'më mori në Oshetim Bregdet? Sepse pas Depatikut bëri Oshetim Bregdet. Po sa merrte ai? Jo, ma ka thënë. Dgjoj, ai ja fut kot tha. Ai ja fut kot tha. Se boni mirë ai që e vrau atje ke Depatiku e bote. Ceni perli, humore të ceni, thotë, boni mirë, thotë, kishe vrar këtë, tha, jo, atë, tha. Atë Korçarin, se ka qenë Korçar personazhi i vërteti Depatikut. Po pse është vrar? Është vrar, po jo aty. Është vrar ke gardi i teatrit kombëtar. Po është vrar fëmia, ë? Është vrar. Fëmia, ë? Po. Është reale, ë? Është reale ngjarja. Po kush e vrar? Mos kalon dhe ngras ka po? Italianët e vran. Do të thonë italian ka vrarë fëmijë aty? Po e vran pra. Ngjarje vërtetë, ë? Është ngjarje vërtetë. Po e lidhur me atë historinë e mësuesit. Selman Vaqari ka qenë Depatikas, ka një libër me bazën e librit Selman Vaqarit, është bërë skenari dhe vllai Spiro Kolekës, Niko Koleka, pra daja e babait dhe nënës. Do të Spiro Koleka, daja Niko Koleka, daja Selman Vaqari. Dhe Selman Vaqari kanë bërë skenar, ai e ka bërë libër, Selman Vaqari, librin Depatikasit, ndërsa ky është bashkautor i skenarit të filmit. Tani dajo i mamas Edi Ramës. Po vllai Spiro Kolekës, Niko. Çfarë roli kishte? Ai është bashkëskenarist i filmit Depatik. Bashkëskenarist, ë? Po, bashkëskenarist. Ka qenë Depatikas edhe ai edhe i njifte. Edhe do të thënë dajo i mamas Edi Ramës ka qenë Depatikas. Po. Niko Koleka. Si ecën gjaku, ë? Niko Koleka, po, një burr zot, një burr i bukur king. Foto tjetër